kemi humbur në Skenderaj, në Drenas, në Prizren dhe në Ferizaj. Nëse shikojmë me kujdes, rezultatin zgjedhor del që në 4 komuna ka qenë humbja më e madhe. Edhe për më keq, në 4 komuna Partia Demokratike e Kosovës qeveris në nivel lokal. Vota më shumë kemi humbur, si vot, jo si përqindje, kemi humbur në Skenderaj, në Drenas, në Prizren dhe në Ferizaj. Këto janë 4 komuna që është humbja më e madhe e votës për Partinë Demokratike të Kosovës. Ne jemi duke bërë gjitha analizat e nevojshme, une e thash, as më shefna mas përgjithësisë, as nuk nxitohna në vendime, as nuk vonohna në vendime, do të kemi analizë të mirëfillt dhe do t'i adresojmë sakt shkaktarët pse Partia Demokratike e Kosovës nuk ka arrit me mobilizu elektoratin e vet. Pavarësisht që ne këto mundëm me kthye edhe ndryshe, se fuqia një partie politike montet me ulse të kuvend. Se kanjëherë mundsh me pas më shumë vota e me pas më pak ulse. Kanjëherë mundsh me pas më pak vota më shumë ulse. Prandaj se e morëm si numër të ulseve, është e sigurt se do të kemi 22, më pak s'ka. Sa dalin më shumë, meten me pa. Domethënë Partia Demokratike e Kosovës sa i përket numrit dhe përfaqësimit në kuvend e ka rujt qëndrueshmërinë dhe stabilitetin. Pas shumë ditësh fitore në Madhësit që komentone? Shka, është mirë që është fitore, mirë, po edhe aty nuk është që është ndonjë fitore me numër të madh votave. Është, domethënë, pak më shumë se sa që kemi pas vota në zgjedhjet paraprake në muajin dhjetor.